Shikoj të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte jemi në komunën e cila, pos që është e njohur, është e LDK-s, PDK-s, AK-s, mas pari është e njohur si komuna më e ndotur në Kosovë. Mirë se vini në Jeta në Kastriot apo në Obiliç. Sonte me neve është kryetari i komunës, Recep Kelani, nga radhët e LDK-s, i cili ka pranuar që të ulet sonte me ne dhe me opozitën dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët janë Fadil Mjekiqi nga PDK, Nazmi Gashi nga AKR, Saranda Hashani nga PSD, Ramiz Selmani nga PD, Nejmedin Kurteshi nga Iniciativa Qytetare për Mbrojtjen e Mjedisit, Sanie Berisha nga OSBE-ja dhe Haki Krasniqi nga KLMD-një. Mirëmbrëma, të shohim, para se të bisedojmë, premtimit që i keni dhënë para 9 muaj. Zotni Kelani, 3 projektet sa kushtojnë dhe deri në çfarë kohe do t'i bëni? Për fat keq, ju si e potencuat dhe unë këto elemente vi jashtëzakonisht mirë. Forca financiare komunës Kastriotit është jashtëzakonisht e limituar. Jo 600.000 rreth 400.000 euro e kemë disponim si të hyra edhe nga grantet qeveritare. Do thot për investime kapitale. Ka t'i orientojmë më parë në infrastrukturë. Që është pyetje për ju. Ka do t'i orientojni më parë? Në infrastrukturë dhe sikur sektoret ekonomike që nuk mundas, se di sa është pyetje me vend, kuptojnë të nderuar. Qytetar, prezident, ju lutem, përgjigja është 3 projekte. Infrastruktura është parakusht i zhvillimit ekonomik. Me këtë forcë që ka, me buxhetin komunal, me këtë forcë që ka, komuna do të thotë në infrastrukturë si parakusht zhvillimor ekonomik. Këtu hyn rrugët, këtu hyn shkolla, 3 shkolla janë që gjithsesi në hapin e parë, sa është e mundur më parë, do të investojmë, të gjitha spagun nga 250.000 euro janë 750.000 euro për 3 shkolla. E ju tash keni 400.000. Ju lutem, unë tash, për periudhën 2 vjeçare, do thotë që janë në hapin e parë do ta bëjmë një shkollë në vlerën 250.000 euro që në ka mundësi të tjera, në to, një shtëpi kulturës që është imperativ i kohës për momente sepse nuk mund të veprohet në një qendër të tjera kulturale, çfarë është kjo këtu, pavarësisht që qendra kur do ta kryeni ju shtëpinë e kulturës? Kur? Ju lutem, mendojnë që në hapin e parë me investime që mendojmë se do të rrjedhin obligative nga keku. Si çështje obligative, nuk i di keni informata, qytetarët vjen 4 milion euro. Rreth 4 milion euro, rreth 4 milion euro ka obligime financiare keku ndaj komunës Kastriot. Nëse nuk bëhen, definitivisht, nëse nuk bëhen turismi, për fatkesh nuk ka ndodhur, nëse nuk bëhen turismi e formës që ka djegët para prakisht i tanë, unë jam shumë skeptik se këto do të vinin. Megjithatë do thotë, në planin e parë është që është e imponuar dhe të realizimit të mirë. Faleminderit, ka patëm kohë. Premtime sa dur, zotni Kelani, po 9 muaj pas, a mund me apo vetit një analizë, ju sinqerisht, para se me ndëgju opozitën, ju vetit me i kallëzu çka keni mujt me arrit e çka jopi që të ne që keni thënë. Po. Përshëndetje për ju, Jeta, përshëndetje për ekipin, përshëndetje për qytetarët. Të nderuart nga opozita, kam derën sot që të kemi juve këtu, kam derën të kemi parë qytetarëve. Dhe çka? E pat, se kam qenë shumë i vetëdijshëm. Nuk kam premtuar. Dhe ato premtimi që i kam thënë, do të 3 shkolla, nga 250-750 kam bërë shumë më shumë. Nuk kam pas nevojë shumë premtoj, se kam menduar. Karizma ime lideri që nuk bëhet me ditës, 18 vjet jetë përvoj punës, do thotë jetë në politikë.
një segment e rëndësishëm i jetës politike që i bajnë me strukturën time partijake, kanë qenë mbi gjitha ato që unë kam menduar se vërtet pa premtime mund të vijnë pushtet. A ka ndërtuar ndonjë shkollë me jeta vetanake, me jetët juaja të komunës? Jo, asnjë shkollë. Ju lutem, kështu është puna. E keni thënë në premtim që keni me ndërtuar një shkollë? Dhe kam bërë variantet e tjera me vlerë të gjithë bashkë 1.250.000 euro. Shpinë kulturës si keni premtuar? Ju lutem me shpak, 3 shkolla. 3 shkolla. Kam pas fati ministrator, në vitin 2008 është bërë përurimi i shkollës mesme, shkolla më e mirë ndoshta në Kosovë, dhe është një nder. Ka kaluar nga Ministria e Arsimit, dhe Shkencës dhe Teknologjisë kanë dalë 3 projekte. Ju çka keni marrë? Ju lutem, një moment. Okej. Një moment dhe spaku dhe ju kërkojnë maturi në sjelljes që e bën si moderatori. Sepse jam kryetari i komunës, do të jetë qasin tim. Unë e kërkoj që ju të mos mi tregoni shkollat e ministrit që i ka kryer, po shkollat e juaj. Jo, shkollat e ministrit, se nuk kam nevojë unë pa shkolla, nëse kam marrit 3 shkollat e ministrit. E kam marrit 3 shkollë me vlerë 900.000 euro, që është në punime SIPE, në fshatin Muzaka e Mëshirë. Shkolla tjetër që presëm brenda javës tashme të fillon përurimi i shkollës, do thotë gur themeli në Oviljës Djetë ose në Kastriot, me vlerë 300.000 euro si fazë e parë dhe 400 në vitin tjetër fazë e dytë, 700.000 euro në klasë, dhe shkolla 3-5 klasë 150.000 euro në plenitim. Do thotë edhe me pas pare të tjera, pare të nejtë mijat, në shkolla nuk e investoj tani për tani këtë vit. Premtimi për shtëpinë e kulturës. Ju lutem po. Është babi njerëzimi për fat mirë. Është babi njerëzimi i komunës Kastriotit për vetë parë. Me Osman Gazi, bursa Turqisë, janë premtimet e mira. Kjo është investim 1 milion euro. Ju lutem. Kapten një sene. Premtimin e keni dhënë për shtëpi kulturës, jo për binjakësi. E kam thënë pikërisht. Jo. Se kanë dëgjuar mirë fjalin. Nëse jo, tash ta them. Mos ta vesh fëmin mirë. Tash ta them. 4 milion euro keput, obligime, 5 milion e 200 kam rri. A t'ju kërim edhe njerë? A i kom dëgju mirë? Që po e ndëgjojmë bashkë edhe njerë? Hajde ta dëgjojmë. 3 projektet, sa kushtojnë dhe deri në çfarë kohe do t'i bëni? Për fat keq, ju si e potencuat dhe unë këto elementit jashtëzakonisht mirë. Forca financiare e komunës Kastriotit është jashtëzakonisht e limituar. Jo 600.000, rreth 400.000 euro e kemë disponim si të hyra edhe nga grantet qeveritare. Do të për investimin kapitale. Ka t'i orientojmë më parë në infrastrukturë. Kjo është pyetje për ju. Ka do t'i orientoni më parë? Në infrastrukturë dhe sikur sektoret ekonomike që nuk mundan se di sa është pyetje me vend, kuptojnë të ndëruar. Qytetar, prezident, ju lutem, përgjigja është 3 projekte. Infrastruktura është para kusht i zhvillimit ekonomik. Me këtë forcë që ka, me buxhetin komunal, me këtë forcë që ka, komuna do të thotë në infrastrukturë si para kusht zhvillimor ekonomik. Këtu hyn rrugët, këtu hyn shkolla, 3 shkolla janë që gjithsesi në hapin e parë, sa është e mundur më parë, do të investojmë. Të gjitha spaku nga 250.000 euro janë 750.000 euro për 3 shkolla. Ju sa që keni 400.000? Ju lutem, unë tash, për periudhën 2 vjeçare, do thotë që janë në hapin e parë do ta bëjmë një shkollë në vlerën 250.000 euro që në ka mundësi të tjera, në to, një shtëpi të kulturës që është imperativ i kohës për momente sepse nuk mund të veprohet në një qendër të tillë kulturale çfarë është kjo këtu, pavarësisht që qendra kur do ta kryeni ju shtëpinë e kulturës? Kur? Ju lutem, mendojnë që në hapin e parë me investime. Hapin e parë me investime. A i ndëgjun se? Ju lutem. A ishte një shtëpi kulturës? Ju lutem. Do interpretoj fjalë para 10 muaje. 4 milion euro nëse vilet nga elektroekonomia, nuk e kam vjesë komunë. Shumë jam interesum unë, jo ju. Shumë jam interesum me vjeli unë ato mjetë, jo ju. Unë jam interesum. Kam thënë nëse i vili 4 milion, tash kam rri 5 milion e 200.000 euro. Shtëpinë e kulturës dhe fusha me prioritet. E nisa me Osman Gazi binjakzimin më kam premtu, për vitin 2009 do të bëjnë të pamundshme një shtëpi të kulturës, do ta kenë donacion nga binjakzimi me një qytet të Turqisë. Nuk e ban Recep Kelani vitin 2009 shtëpinë e kulturës. Kurse kam thonë, po dëmiren dvilen me ndarje të drejtë, të mjetën nga keku, me 50% farë kërkesa zyrtare edhe nemen të asamblesë komunale. Që vi lutem, 260... Sa respektit si kryetar komunale? Ja, lutem, kam thonë, unë i di çështjet.
Do thot, se është imperativ, ta keni shtëpi, kulturës është këtë normale. Pse nuk ka mundësi është këtë normale? Jo, se kam tentu. Imperativ shkar. Nuk e keni Kom thonë, 4 milion nëse bëhen, nëse vilen. Nëse vilen kam thonë 4 milion, lutëm. E di shfa kam thonë. Hajde, a ka diçka, na tregoni sinqerisht, a ka diçka që ju e pranoni që s'keni mujt, e keni premtu edhe po doni para se me ndi analizën ton terrenit, analizën e opozitës që e pranoni që këtu para qytetarëve që nuk keni mujt me au siguru. Jo, e keni premtu. Po, nuk kam premtu, po kam rri shumë ma shumë se që kam premtu, se s'kam premtu. Ju lutëm. E, që kjo përmëllëtën? Ju lutëm. I kam në procedur. 4 milion euro nuk i keni bjell? Nëse, kam thonë, nëse. Kuptoj e fjalin nëse. Dhe kam thonë jam shumë skeptik. Edhe këtë, me gjom mirë fjalin. Jam i vetës shfarë flasë. Kuptoj ma fjalin mirë, nëse dhe jam skeptik. Nëse nuk i vjeli, s'boj kur gjo. Ja, kur gjo. Qashtu? Jam të bo. Jam të bo. Ju lutëm. Ju lutëm. 10.9 kilometra rrugë të asfaltuare jem procedurë. Shpejt dhe them, shparazim, një gjëni, ju lutëm. 825.000 euro rruga aksi rrugor i rrugës kryesore Hasan Prishtina në gjasin 1.4 km me krejt infrastrukturën. Do t'jetë një qytet, kujtoj, që do t'a ketë një fizionomi qytetit Kastriotit. Ju lutem. Ju lutem. Po, ministri pat një dima i ka orë në përgu. Po. Keni qenë? Ju lutem. Se ka bu ministria? 2 milion. Ju lutem. Se ka bu komuna. Mirë, po mendoj për këto, ta shojmë analizën tonë se për këtyre premtimeve qka ka mujt me arrit. Përfaqësuesit e opozitës, shoqërisë civile dhe qytetarët në komunën e Kastriotit, i Shobilisit, kritikojnë udhëheqjen komunale se nuk ka bërë sa duhet në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore. Ata thonë se ka nisur disa punime në infrastrukturë, por që sipas tyre nuk mjaftojnë, ndërsa adresojnë kritika konkrete për keq menaxhim dhe punësim mbi baza partijake. Si shoqëri civile, faktikisht nuk jemi as pak të kënaqur, as me menaxhmentin e komunës, po as me punën e asamblesë komunale në përgjithësi. Me menaxhmentin e komunës nuk jemi të kënaqur për arsye se nuk ka zhvillime, nuk ka përparime në komunë. Deri tash nuk ka pasur diçka që do të dukej kështu. Tani ka filluar të asfaltohet kjo pjesa trasesë rrugës në qendër të Kastriotit. Shohim, komuna jonë tani nga një shtatori jemi në flukun më të madh të projekteve, në të cilat jemi duke punuar në infrastrukturën e fshatrave, në asfaltimin e rrugëve, që kemi filluar me rrugën në Vrznica është duke u punuar rruga, ku lidhen 8.000 banor me atë rrugë. Jemi duke punuar rrugën, kemi filluar rrugën e qendrës që quhet Hasan Prishtina, janë fillimet e punimeve atje, do të fillon me punën do të cilën makinat në rrugën e Mazgjitit të Olt. Tani kemi të tenderuar me shumë projekte, kemi në ndërtim shkollën në Muzakaj, do ta fillojmë gur themelin e shkollës. Tani në Bilishin, kështu që kemi mbi 40 projekte që do të kapin shumën mbi 4 milion, mos ta them 4 milion e 700 diçka mijë euro. Punësimi në komunën e Kastriotit, sipas opozitës dhe shoqërisë civile, është bërë mbi baza partijake. Kryetari Recep Kelani në fushatën zgjedhore kishte premtuar se do ta rrënjoste familjarizmin në komunë, por në drejtorim për shërbime publike punojnë babë e birë, Imer dhe Balan Berisha. Unë po përmendi për shembull rastin e bashkëpunëtorit Parasim. Janë refuzuar njerëzit me fakultet me 4 vite, është pranuar personi që e ka të kryer bachelor, është një Regjepi, i pranuar kohëve të fundit. Recep Kushi? Recep Zeka. Pikërisht i pranuar po nga Lanca për armërinë e Kosovës. Është një shalaku, nuk ja di në shërbime publike, është një Berisha tjetër, e disa të tjetër që janë thjesht njerëz të partive politike. Këtu mund përmendën një emër apo 2 emra që mund të kem të inkuadruar në familjar, por nuk është çështje që është bo për shkak nepotizmi. Jo. Mund të flitet të se është çështja që është janë pushtet të dy këja, thjesht Mustafa Shiti nuk ka asnjë njeri në komunë tjetër kanë përveç vetën. Edhe është gjithë me konkurs, edhe është gjithë me
po jena që ka marrë më shumë se kandidat tjerë. A është i partisë ju? Po, është. Antari partisë tim është. Faktikisht punësohen njerëz që janë të grupit politik, njerëz që ndoshta shkojnë me kërcënime, që ju kërcënu edhe hynë punë, edhe njerëz që normal ose me najta rishfetit që ata mas mirë të edhim që shkojnë punë edhe që shkojnë merë komuna në punë. Ndërkohë, qytetarët pjesërisht shprehen të kënaqur me punën e ekzekutivit në Kastriot. Mune që kanë përparuar shumë në infrastrukturën e shtetit, jenë të hapun me një fjallë. Nuk mund me thonë që ka vjetë që mirë, po edhe mund me thonë që jenë të kënaqur dhe tash me rezultatet edhe unën e gjerëstanishme. Shumë pak është punu. Na e kemi formu edhe një organizatë iniciativa qytetarë për mbrojtjen e mjedisit, ku shumë kërkesa kemi parashtruar, por nuk janë marrë parasysh. Të ditë se Kastrioti është në mesin e 2 termocentraleve. Edhe nuk zonë kur farë privilegje, asë në punësim, asë në infrastrukturë, rrugore, asë në rrymë, asë kur gjë. Çështja e errët në komunën e Kastriotit mbetet keqpërdorimi dhe mos funksionimi i tregut multietnik. Ky treg i krijuar para më shumë se 7 vitesh asnjëherë s'kishte qenë funksional. Grajqevci akuzon komunarët dhe opozitarët se tregun e kishin keqpërdorur qysh nga fillimi. Komisioni i cili thjesht e ka qenë i zgjedhur për me një bë për zgjedhjen e konkurruesve për lokalet e ndryshme këtë i kanë marrë për veti. Për shembull, kryetari i komisionit thjesht ja ka dhënë djalit, 2 anëtar tjerë, faktikisht Hysni Mjekiçi ka qenë në komision, faktikisht edhe ja ka dhënë djalit, nëmën djalit e ka marrë lokalin. Mandej 2 tjerë që emni nuk kom kujtuar, po që janë kanë antarë të komisionit, edhe ata 2 njani vllavë, njani djalit vllavë që apo di, po me rëndësi është që 3 antarët e komisionit ju kanë marrë për veti që s'kanë pas drejt. Po, qëtë pion shumë, po nuk del kur gjë prej asaj. Shumë qëtë pion, po nuk del. Ato e menaxhon e kemi formue se bord, në fillimesh kur ka qenë unë miku këtu, përfaqësues unë miku që kam, e kemi formue një bord që ati tregu që sot nuk funksionon, në atë bord që ati me tregu jenë pranuar 4 punëtor, Arben Berisha, një Berish, një Ram, edhe 2 tjerë, 2 rejtarë. Nuk po në tregu e shkur. Kërkosh nuk jenë ta, këj prodhemi yni është. Kërkosh nuk... Punon tregu? Nuk di. Pa pagune si rave? 100 euro në muajt. 100 euro në muajt. Kujt ja pagune? E pagojnë në komunës. Kujt në komunë? A pa sa e menaxhon dikush tjetër? Këto, kë Isa ka... Tjetër? Edhe Arbenin, ma marrë mendje diçka. Ta 2 diçka tregu që në... Këta 2 kanë... Këta i shesin, këta i marrin parët. Se ende mungon një konsolidim i mirë në komunën e Kastriotit, e pranon edhe nënkryetari i komunës, Hajris Bekteshi. Tash 8 muaj qeverisje, komuna e Kastriotit ende nuk ka audit të mbrëmshëm. Komuna e Obilisit nuk ka audit, sepse auditi i kuvendit është zgjedhur kryetar komune. Edhe tani, nuk kemi mujt të arrisim numrin e punëtorëve. Premtimi i Kelanit se do të bëjë mbjelljen e drunjeve dhe fidaneve për të zbugluar sadopak efektet e ndotjes nuk është përmbushur. Projekti për ta gjelbruar si vjet qendrën e Kastriotit ka dështuar dhe kryetari Kelani ka vendosur që për gjelbrim të mendoj vitin e ardhshëm. Na kanë pas premtuar se do t'jetë ambient më i pasur, për ndryshe ambienti është i degraduar. Premtime kemi pas shumë. Në realitet, po shifet plohë në i përlogu, po shifet sa është pastërti në Bilish. Para një viti në zgjedhjet e fundit komunale, pushtetarët e sotëm patën premtuar se do të bëjnë çmos për të ndërtuar shtëpinë e re të kulturës. Dhe po e shihni se gjërat tashmë kanë përparuar. Shtëpia e kulturës vetëm sa është shkatruar më shumë. Për ndërtimin e shtëpisë së kulturës, komunarët thonë se janë në pritje të Ministrisë së Kulturës. Tash do të filloj themeli i qendrës sportive krejt, jo vetë shtëpi kulturës, qendrës sportive, janë do për këtë 200.000 euro nga Ministria e Kulturës. Në tërësi projekti do të kushton mbi 1 milion, që është e pamundur të kryhet këtë. Një gjë për të cilën pajtohen plotësisht pozita dhe opozita në komunën e Kastriotit është dështimi i përjetuar në Arsim, ku nxënësit të merrëzisht kishin treguar rezultate të dobta në testin kombëtar të maturës.
Matja rezultateve në arsimin tonë për mestesës kombëtar, 92% ka qenë negativ. Ne kemi vlerësu atë si kuvend, që suksesi ka qenë tepër i dopt, edhe pse kushtet i kanë pas tepër të dobta, ju e dini që kanë punuar në kontinent, por nuk e justifikon këtë dobësi. Komuna e Kastriotit deri më tash ende nuk ka arritur asgjë konkrete për të përfituar 4 milion euro të kekut, pasi ky gjigant shfrytëzon të mirat natyrore të kësaj komune. E kesja qëndron në faktin se punët kryen për interesat e ngushta dhe pak investohet për interesin e qytetarëve. Si nuk ka pozitë dhe opozit, në komunë faktikisht mas tepër me shyren grupet ose njerëz që i takojnë partisë politike, thjesht ose me ankontunit që atyre klaneve që janë mrena për mrena, edhe një qytetar i cili vërtet si qytetar pa hyrë në mënyra tjera me zgjedh problemin, në shumë shtirë me zgjedh nevojat e veta ose një përmbush kërkesat. Zotni kryetar, ka po doni mja nis? Apo nisë për nepotizmet? Po. A është e vërtet që e keni punësu grunë e ju në qerdën e fëmijëve? Po. Është punësu, jo unë qerdën e fëmijëve është diçka tjetër dhe me procedurë këtë marrë në konkursi. Ajo është pa shkollim adekuat? Është me shkollim adekuat, është shkollë gjarë. Dhe që punësu kur ju keni qenë kryetar komune dhe ju nuk shini u interes? Para 4 muaj, po. Ju keni premtu, jo si diçka, veç ju keni premtu që s'ka me pas nepotizëm. Dhe nuk ka. Qela me komunë që ka lidhe. Qela me komunë që ka lidhe. Në një formë, qela është diçka tjetër, është institucion parashkollor. Qerdja është kërknore, qerdja e komunës. Me gjitha tyre. Buxheti komunal. Po i jep një rrugë grus juj drejt për drejt. Konflikt interesit. Mirë. Ka pas drejt. O qytetare, Jo, s'ka mirë. Po mirë, sigur qytetare tjerë është dhe grujem, qytetare është. E këta tjerë që dhe më thonë njën dy, Ymer Qynaku, Valon Qynaku, një familje. Po. O shumë interesant. Ky njeri është e vërtet që punon në një departament, Babe Birë, departament shërbime publike. Shumë interesant, po. Ymer, në lutem, Valon, mirë është, jo pjesë e kulturës ka lidhe. Valon Qynaku, pjesë e kulturës është me punësu njën të të Valon, me qytetarën mërë. Valon Qynaku punon që 4 vite e do muj në komunë, nuk është pranu kohën time. 4 vite e kësa muj punon komunë, është e punësuar. Dhe në ndërkohë, mandatin tim, para 5-6 muaj është pranu edhe Ymer Qynaku, një njëri që kam nderin me pas në marrëdhënie pune në administratën komunale, një njëri që ka derë 30 vjetë djesh dhe mund në arsim, për tyne 12 vjetë drejtor i një shkolle fillore në Bariljev, i pa punë në moshën 60 vjeçare, në punë të alishtadë. Nepotizëm. Familjarizëm. Dhe është ma mirë. Edhe keni thonë, kam desh me bazë zgjidhje për një njeri që meriton të jetë marrëdhënie punë dhe del nesër në njeri meriton. Po e di. A me siguri disa vite në janë këtu? Dhe prej tyne ka qenë një prej aktivistët mi, shumë të devotshëm, vetë mrekullueshëm, shumë i përgjegjshëm. Edhe aktivisti juaj. Po, edhe jemi. Ndoshta dikush kish me kry punën më mirë që s'është aktivist. Ndoshta, nuk e përjashtoj, vetëm të e di çastin e tij, nivelin e tij, përgjegjësinë e tij, absolutisht nuk të rriqem nga fjalë. E Babe Birë duhet të dytë me punu. S'ka lidhje, megjithatë. S'ka lidhje. Po. Po ja fjalën opozitës, urnani. Jo, unë vetëm desha të kthehem në erë mbrapa. Kur ishte çështja e premtimeve të zotit. Jo, po shkojmë përpara. Kryetari. Edhe besoj që do të mbrija aty ku mbetëm. Nuk e kam thënë. E tha një fjalë që kam nis binjakzimi, kjo nuk është e vërtetë. Binjakzimi me një komunë të Turqisë atje, që dhe në opozita nuk di fare për ta, dhe nuk e din se vërtet a meriton e komunë mu binjakzu me Kastriotin ajo. Opozita nuk ka njohuri sepse nuk është thuar nga kryetari asnjëherë që vërtet të bisedohet apo të mirë një se vërtet aja vlen mu binjakzu me atë komunë ajo. Këtë binjakzim e ka filluar struktura e kaluar, dhe më të strukturari i kaluar. Se përket infrastrukturës u pa edhe në storjen e juaj, vërtet këtu në komunën e Kastriotit, më me thonë, mënyrë të thjesht funksionojnë vetëm dy gjëra. Xhamia e qytetit, e cila hoxha nuk ja huq asnjëherë vetë Ozanin, edhe një kafeteri XXL, që është e mirë, në komunën e juaj, a
funksionon opozita? Opozita po, funksionon dhe unë mendoj që fuqishëm e ka ngritë zërin dhe një fakt, një argument I fortë është që në seancën e parë punuse, pa dëshirën e opozitës jemi detyruar që ta lëshojmë seancën e parë. A ka pas në I kesh menaxhim financiar këtu? Ne dyshojmë, ne jo në kesh menaxhim financiar. Është fjala te seanca e parë ku opozita e ka braktisur seancën kryetari që në ditët e para ka bërë një investim në rregullimin e zyreve të veta dhe vërtet na atë e kemi konsideruar që është bërë pa procedurë në një farë mënyrë edhe nuk është njoftuar Asamblea Komunale. Sa I keni investu kryetar në zyre? Zyra ime është donacion pacient. Donacion ka marrë, kam bërë një menemetim të mure. Donacion për një firme të njohur Mikimi që ka dashur me thonë se në atë zyrë nuk rritë në shtatë. A bën me disa firmë? Po, firma është një mama be. Lesna, historime tonë. A dojnë ata diçka borxh me u kthye atë borxh pastaj? Nuk e di, ndoshta ditin, po. A është ajo firmë që do me marru në mazgjet të epër, si po thonë qytetarët, fabrik? Dezinformat, ka dezinformu dikush tjetër. Dezinformat? Lutëm, o flasë zyrtarisht. Do me thonë, firma Lesna s'ka me ndërtu kur gjohën mazgjet? Absolutisht jo. Absolutisht jo. As diçka shumë dëmshme fabrik tullave dëmshme për shëndetin e qytetarëve atë? Gjambe? Jo. Unë po flasë jo, pik. Mos pa mërkohen. Jo, pik. Mos më mbellesë ma. Ju lutëm. Dë. Ju lutëm një manë. Moment. Ka një 10 qytetarë që shtrojnë këtë pyetje ka nërë sot prej mazgjive të shtru këtë pyetje që brengosen që ndotja e ajrit afër tyre se do t'jen bubolat gazit që do të bëhen mu afër për shkak të interesit 7 milion që investohet atë. Me lejo. Jo Lesna dhe pik. Vite ke pik. Tjetër kosh? Një momente. Ka pyet diçka zot një. Çështjen e binjakzimit. Një moment. Çështjen e binjakzimit. Pas ka harruar kryetari zëdhënësi I grupit parlamentar të PDK-s. Në kthim me 10 gusht. Vjen kryetari I Osman Gazi të Bursës. E bajnë edhe zyrtarisht në Asamblenë Komunale ku është I nderuar I delegat, po ka harruar si shihet. Dhe thonë zyrtarisht bëhet binjakzime nga ana jonë. Ju lutem, nga Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë e marrë se është procedurë e Turqisë konfirmime zyrtare se pranohet binjakzimi. A jemi qartë. Unë thash për rrugën kryesore I kam da 35.000 euro fillimisht. Për rrugën kryesore, jo XXL-i, 50.000 euro për ndryshim. është dalë të mderit. Ju lutem. Juve, pëse s'ka ndryshim? Jam të ardhë. Në qendër të Po pëse për ndryshim? Po vitë ndryshimi. E ka fitu të nderin njeri për ndryshim. Po? E marrë në ndërkohë konfirmimin nga ministri... A ki diçka që atë njeri që ka fitu të nderin? Asë një, asë di, kur se kom pa. Jo se një, kur se kom pa. E pëse si në kry dritat? Qeve po vi. Pse mutesh? Të je ka vrete, mos e marrë dhe rëtorit dhe me kanë mirë. Ostarë në ndërkohë ka marrë konfirmimin nga Ministri Transportit o 500.000 euro e ke për rrugën kryesore. E ka ndërpreja tender, 38.000 euro. Bashkë financimi kam qitë për rrugën kryesore Hasan Prishtina. Dhe do të batë edhe ndryshimi, edhe kanalizimi, edhe kanali. Ju lutem, ka fillu që një javë ditë, ka fillu rrugën. Qka keni bo dhe I tash? Kam nejtë. Për rrugën kryesore, po, kam nejtë. Kam nejtë, kumpis. Ju lutem, të asfaltit. Asfalt në Drezhlis 126.000 euro, asfalt në Mazgjep 156.000 euro, asfalt rruga shkollës 400 metra 22.000 euro. E kam asfaltin në Grabov që presën të fillon, do thot, ndërkomunali që lidh Fushosovën, Kastriotin dhe Drenasin, 3.500.000 euro, pjesa jonë është 1.400.000 euro. Këto e në asfaltit. E tha kryetari, lutem... Ose nuk po ecin që ato asfalti, ose... Janë në procedur, kanë fillut, lutem. Jeta, ju lutem. Rruga Ferit Suri, në qendër të obilishet 175.000 euro me krejt infrastrukturën. Me 10 tetor mbyllet e mbele dhe besoj do thot që në mesin e mujt tetor do të fillojnë punimet edhe në Ferit Suri. Halla sportive, 2.200.000 euro investim, një hall e kalibrit evropian me 1.500 nullse, 2.200.000 euro investim I Ministrisë Kulturës, 200.000 euro kam nënshkru me 10 tetor, një koincident në mbyllet e nderi, dhe presëm mes tetoret me bagur themelin e hallës sportive. Kanalizimin në Plemetin 100
150.000 euro. Është para përfundimit, ju lutem. Absolutisht. Janë të punu. Dhe të tjera të punu. Edhe diçka, vjen një pyetje për qytetarët, si është e mundur që asistentja e kryetarit ketë pagën 220 euro, sa e ka një shef i cili do sektor në administratën komunale dhe 70 euro më tepër se cili do inspektor komunal. Edhe kjo është një gënjeshtër e madhe, ziku që ka thonë. Gënjeshtër e madhe, ziku që ka thonë. Ren e madhe, ziku që ka thonë. Dikush tjetër e ka ngrit, për njëjtën asistente e ka ngrit problemin që shkon në trajnime, a merrin trajnime? Jo, kur? Me paret komunës? Kur? Ka qenë në një trajnim në Ohër, me drejtoreshen e departamentit të arsimit, ju lutem, ku në momentin përfaqësuesa e caktuar nga Ministria nga Departamenti i Shëndetësisë mungon, as ditë nuk e kam të nesërmen, e kam marrë konfirmime se nuk kuptoj vetë zoti kryetar në të drejtoresha. E Departamentit të arsimit du ta kem një shoqe në udhtim femën. Dhe është përcaktu, do thot, kur jam hyp unë veturin time, kam di se është edhe sekretarisha pas në drejtor. Po, jo s'ka pas mundësi. Me gjitha jënë këto banalitete që nuk shtakaj. Jo, po, vinë pytjet për rogën e asistent në... S'ke nevojt ma thush në nëherë gruje, pa gruje, morën vesh. Kapitulli mbyllur qytetare që ka drejt punësonve. Se kur jo me burin, ju lutem ti, por në nëllë të ke me burin tanë. Apo jo? Së vërtet? Qa është e vërtet? Së vërtet? Hajde s'ke ka vërtet. Edhe gruja më të punë në mundë. Edhe lutem. Po dhema, po jo. Nuk qenë ka bashkë njëre. Nuk qenë ka bashkë njëre. Publikisht, du mi ka zu Zandri Kosovës nuk është buri jam. Me e reprezentativë. Do s'ko se. Urime për martesë. Nuk ka nepotizëm jeta në Kosovë. Vazhdojmë me pyetje. Ju lutem. Vazhdojmë. Ta ndëgjojmë nga OSBE-ja, a ka pas diçka që ka mujt me bo ma shumë kryetari komunës në këto edhe a ka diçka pozitive? Gjatë kësaj periude, pra gjatë mandatit të administratës aktuale, ekipi OSBE-s ka vrejt edhe disa si përmirësime ashtu edhe disa stagnime. Nuk isha nuallë në këto sporin në stagnimet, edhe kësha dasht me cek shqetësimin e madhër rreth situatës së ambientit edhe dëmeve që keku i shkakton kësaj komune, përveç ndotjes ambientit, deponive të hirit, dëmtimit të rrugëve, pra infrastrukturës rrugore. Kryetari ka mujt me nxjerrë fondet prej kekut. A ka mujt me bodi qka ma shumë? është qështja që për momentin taksa në eksploatim është fakt që shfrytëzohet nga niveli qendror. Edhe ajo ka qenë e dishme para prakisht edhe kur gjithë kandidatët, jo veç kryetari aktual, po edhe gjithë kandidatët, kur kanë, domethënë gjatë fushatës elektorale, gjithë e kanë pas dishme që ato taksa vile nga niveli qendror. Mirë po, është shumë e vërtet që gjithë kandidatët e kanë përdorur ashtu si atribut taksën në eksploatim. Ka bo përpjekje, kryetari aktual ka bo përpjekje, e di që ka kontaktu nivelin e kekut, ka dërgu letra kryetarit të Kosovës, kryeministrit, ka pas takime ministrën e energjisë. Mirë po, për kundër një heshtje nga ona e nivelit qendror, do me thonë që të përgjigjen lidhje me ndarjen e 1% të taksës në eksploatim nivelit lokal, prap se prap, unë mendoj se kryetari komunës, do me thonë, mendoj që niveli lokal ka mujt, mendoj që do dalë aty, niveli lokal ka mujt me bo prap përpjekje më të mëdhaja, edhe nivelin qendror, mendoj që është dash me bo akoma përpjekje më të mëdhaja me vetë kekun, që për kekut me kërku si kompenzim, ose për shkak furnizimin me rrymë, investim në infrastrukturë, mirë po, përveç këtyneve dhe sa do që kanë mujt me hasë rezistent, qoftë për nivelli qendror dhe qoftë për kekut, unë mendoj se ajo që të paktën ka mujt me bo nivelli lokal është se ka mujt me ndiku në gjelbrimin e hapësirave, sidomos qytetit e ndoshta edhe të fshatit Kryshevc, për shkak se deponit janë kryesisht koncentruara aty, e gjithashtu edhe rreth deponive të Kosovës B, po qaqërisht edhe të vetë qytetit. Mendoj, kjo kisha dash me ndërlir... I këthem sa saj, po du me pyt
që tu po metim, pse nuk e keni zylbru ma shumë qytetin. Edhe, po e dim që pe kekut e keni vështirë me nxerë gjithas fond, po edhe parti i vetëm i qytetit o shkatru në mungesë mirëmbajtjes në mandatin e juj. Kam përgjigje tutën. Mirë se kam atë shefin e sektorit bujqësisë tu, se se di që në 2 javë që kam ndodhë, nuk di, do thonë nga ngarkesa që i kam. Sa fidane e keni mjellë? Lutem, Sa? e kam një donacion. Sa donacione duhet me mjellë një dru? Ju lutem e, mos u but. 10.000, ju lutem, dëgjoni mirë. 10.000 fidane është një donacion irlandez që pritet me ardhë dhe 10.000 fidane është bo projekti në të gjitha vendet e mundshme ku mund t'i mbjellën. A e dini ju që na apet kemi me ardhë në bilis? Po. Dhe prap kemi me ardhë në këtë premtim. Dhe prap këto fjallit e mund. Do në thonë një dru me e mjellë duhet me prit donacionin irlandez. Po, 10.000 dru, 10.000 druj dekorativ, 10.000 i pres një mbill dhe është projekti... Po, bo zyria ju i 5.000 euro donacion, se si në që ndru? Zyria ime është bo donacion 1.000 euro, lamperi është gjithë. Lamperi 1.000 euro. Dhe asni cent më shumë. Na, shumë pak. Keshde. Për 1.000 euro kanë mujtë do dru. Disa dru ma shumë, se keni premtu në drejshit zyrës. Nuk do të mere me pak, po i kam shumë, 10.000 euro. Dhe jem shumë milion të. Nuk mere se nuk bëhet kastrioti një dru, ju lutëm. Dhe me kanë në serios, nuk bëhet kastrioti një dru. Kastrioti ndron paka shumë fizionomi 10.000, dhe pak të prap 10.000. Ju lutëm. Po pik bo deti, ju daj fillon me 10.000. Nën muj keni kalu në qytetin madh ndotur, një dru nuk e keni mjellë. Do t'i bëj 10.000 se hynë projekt serios. Kur hynë serios, do t'i projekt serios. E kur do t'i bëni? Do i bëjmë sa është e mundën ma parë, do të t'jem në procedurë. Qa është kjo sa është e mundën ma parë? Ndoshta me një javë, ndoshta me një muj, nuk di. Ndoshta për 10 vjetë? Po ndoshta më pranë vjerën ashtë, ndoshta. Ju lutem. Unë them donacion do të na vinë 10.000, nuk dija me në 2 javë, një muj apo në pranë vjerë. Kuptojeni? Apo hinë ndoshta? Apo ki dëshirë? Ndoshta hinë? Se si keni mirë mbajtë që të park që? Ju lutem. Mirë mbajtja është një histori në veti, do e kalzoj shumë shpejt. 3 herë kam shpallë të nder në rujtjen e mjetën, me 15.000 euro, kam pas 10.000 euro, i kam lutë asamblejese që më kanë kuptu, 5.000 euro shtesi, janë dhanë 15.000 euro do të gjithsejt, 3 herë të nderit, 3 herë shëli, po vinë kompani shumë për lipjen pare, nuk kalon me 15.000 euro. Nëse po mërditën i paramvjen dhe qka shumë, pse parcela dedikume për bujqësi, i keni dediku për industri? Po, shumë interesant. Në mandatin e kaluar, 28 hektar jënë dhanë, me kontratat në shkruara për zhvillim të agrobiznesit, në kontrat shkruar me në 6 muaj do të jetë plani detaj i zhvillimit të agrobiznesit. Kalojnë në 9 muaj, unë pres do të 3 muaj të i kalojnë, ju jap 7 ditë afat atyre që kanë përfituar në mënyrë krejt pa drejtë dhe pa procedurë, me prutën e projektin detaj në mënyrë që me fillu zhvillimin e agrobiznesit në ato 6 parcele, lutem, mos ndërhyj. Unë jam shku me letra, s'po merre me ty. Dhe i kam në nëshkru në ndërprerje në kontratës të njësë. A me investu dikush tjetër nëse ju dhesna 7 milion euro në fabrik tullave ofër stacionet? Po. Dëgjoni mirë, po. Kush? Apollonia po, pirke, ju lutem. Okej. Ju lutem. Shpardje kam pas ku vendin. Njerëz po vinë, ka mu ndërtu ofër fshatarve. Pse nuk ndërtojët projektin mali që Qyqavicës, që të mos dëmtojnë njerëz? Pse nuk po ndërtojët një histori shumë e shkurtër. Ka ardhë kërkesa procedurë, normalisht procedurë, ka ardhë kërkesa te kryetari për mes kuvendit, për mes kryetarin kuvend, e kam plasu në kuvend, ka qenë sugjerimit kthejeta e kërkes në komitetin e urbanizmit. Ju lutem, se kam pranu dhe kam kthy në komitet urbanizmit, 2 herë ka debatu komiteti... Miratu fabrika pa proces të nderimi. A darga më së ngut. Ngut nga se njerës jënë të frustru. Hes spedim, se spedim procedurët, lutem. Unë të thëmë procedurë. Po hes që të i ditë, spedim procedurët, unë të regoj. Ju lutem. Ma shumë se 10 herë unë e këmë taku atje në brek të toka të i ku ata. Mirë. Qytetarët po thonë që ju kam po të negociu me firmën Apollonia që ka me investu 7 milion. A është rushveti i madh aty? Kur, nuk është të vërtet. Jo. Kis. Ju lutem. Unë kam qenë me pa tokat e mija, se do me pa tokat e mija, ka i kam pronë komunali, sa shpak të që janë. Dhe kam qenë... A di shka më intereson? Ju lutem. Vetëm intereson, sa i keni pyet ju ata
për sa është niveli i ndotjes së blombave të gazit. A jeni brengos? Am pyete. Po. Tash dëgjoj. Komiteti i urbanizmit është ulë 2 herë dhe në radhën e dytë e ka thirrë kompaninë Bashkimi Italiane së Bashkë Investim Shqiptaro-Italiane. I ka dhënë shpjegimet. Pas shpjegimeve, Komiteti Bashkë i Urbanizmit komplet në shtunën që lëm pas nesër një javë, sot 6 ditë, o shku dhe i ka konsultuar komunitetin në Mazgjet të epërm, bashkë me Lullxhak. Ju lutem bez, po më intereson. Që po mënohem me gjithë këtë kompleks, se keni marrë pëlqimin e komunitetit? Pëlqimi i komunitetit është marrë të shtunën. Dhe ka ardhur në kuvend, po ju lutem. Sa veta e kanë shkruar? Nuk kam qenë aty. Sa janë pagu? Nuk kam qenë unë aty 26 dhe ka qenë komiteti për urbanizëm, ka qenë nën kryetari, nuk kam qenë aty, nuk është kompetencë. Ju lutem. Mos më rëzitët. Mu po më intereson, a din opozita për këtë punë? A punoni ju diçka? A i ndigjoni brengat e qytetarëve? Urna? Ju lutem Jeta. Veç një sekond Jeta kam. Në seancën e fundit të kuvendit, kjo çështje ka kaluar në hanën. Bashkë me buxhetin ka kaluar dhe kjo çështje. Në kuvend nuk është çështje e kryetarit, po procedurat janë çështje e kuvendit. Po. Opozita mundet me na thirrsu. Në pika të shkurta, lidhur me këtë problem. Çështja në fjalë në seancën e parafundit, Kuvendi Komunal ka marrë vendim që vërtet pyetet komuniteti. Dhe në seancën e fundit na është thonë që është komuniteti, na me shtim nuk jem asgjë, vërtet po e dënon ata. Ndërsa sa i përket a ka kaluar nuk ka kaluar. Unë konsideroj se nuk ka kaluar. Kush e përfaqëson komunitetin? A e keni pa përfaqësues të komunitetit? Ne si opozitë, jo, nuk e kemi pa. Ndërsa në seancën e fundit një gjë e tillë nuk ka kaluar, sepse prezant kanë qenë 19 anëtar. Ndërsa 9 vota kanë qenë për, të tjerat nuk kanë qenë të papërcaktuara. Do të thonë ndërtimi i asaj fabrike nuk ka kaluar në komitet. Nga kuvendi jo, në mënyrë procedurale nuk është shumica për 19 prezentëve 9, po është 10. Ju lutem. E pse kryetar doni me ndërtu edhe pa kalu? Është e qartë. Urna. Zotimi vjen shumë mirë procedurat. Mos tregon shumë për një. Non kanë qenë për, mikrofonin kanë qenë kundër dhe 4 kanë abstenu. Abstenimi me rregullat, me gjitha ligjet në Kosovë nuk numërohet. Dhe është 9 me 5. A jemi qartë? Dhe çdo vendim që shkon për ma shumë për një kuvend komunës, apo në mend tjetër, të ndryshëm? Jo, unë kryesoj ende kuvendin e Asamblen Komunale të Kastriorit, unë, Recep Kelian. Po keni interpretime të ndryshme për atë që ka ndodhur? Po që si keni votat? Unë interpretimit e baj në bazë ligjore, më thënë 9 për 5 kundër. 9-5, jem fjutëm, e kënë kje punë. Ju lutem e një gjahë me jeta bashkë. Kryetari i Komitetit për Urbanizëm është antari kundër kandidatin, antari që është shumë i respektuar për mua, Hakim Mjekishi, e banë raportimin zyrtar para kuvendit për takimin që ka pas komiteti me qytetarit, me komunitetin Mazgjet dhe Lullxhak. Dhe jep se është dhënë drita e gjelbërt nga komuniteti. Hakim Mjekishi, që ku e kam përpara? Ju lutem. Për politikë dhe financa. Urdhras, po, nuk është përmend. Në Komitetin për Politikë dhe Financa, që kam pas një javë përpara, është shumë interesant dhe kam thënë kuvend. Luftë ka shku 3 antar të PDK-s me hyrë Komitet për Politikë dhe Financa, kur e kisha çështjen e aprovimit buxhetit vjetor, vilafatmesëm 2019-2011, 3 antar të Komitetit për Politikë dhe Financa më mungoj në seancën e komitetit, vjen me 1 orë e 20 minuta vonesë në përfundim të projektit buxhetit Fadil Mjekishi. Ndërsa 2 të tjerë, zotni Hakim Hysni Mjekishi e di se ka pas rastin e vdekjes. Nanës për mort këtë arsyeshme, kandidati tjetër Sahid Zeqiri ka emrin, pse nuk ka as sot nuk kanë sqarime, vjen Fadil Mjekishi në Komitet për Politikë dhe Financa për buxhet debatohet me 1 orë e 20 minuta vonesë. Dhe për çata nuk është debatuar. Jemi qartë? Jeta, ju lutem rekomandimet praktikisht dhe shumë e drejtë, që rekomandimet të cilat mirën në Komitetin për Politikë dhe Financa. A jeni vënuni orë gjyqëzjeve? Hudhen në letër dhe bashkangjitë në materialin e delegatëve. Dhe rekomandime. Vetëm ta dim, a jeni vënuni orë gjyqëzjeve? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. E vërtet. Spaku i sa përpunu, ju lutem. Dhe rekomandimet për cilat po fol kryetari janë hudra. Një pjesë tjetër të opozitës. Ju lutem, vesh një moment. Ju bestojmë tu.
proces verbalin e Komitetit për Politikë dhe Financa, se më thonë vajzë Sheman, shënoje se është ora 12:22 minuta. 11:05 kanë fillu komitetit, shënome kanë thonë qiko 12:22 minuta. Qika ty, ku se ma proces verbalin. Erë thonë një kishe. Qika t'jom për proces verbalin këtë komuna? Po. Një prej tyne. A kona i njën vendimarje? Po. Ka shkëntore profesionale. A është të klasë që ja keni rritë rogën, a është taj tjetër që ka shënu? Unë e thash për rogë. Nuk ka kuptim ato që po flet me kryetarin e komisionit. Jeta lutem. Një çik po e thuni, urna. Të lutem. Po flet me fal mja këtë vakt. Po flet me kryetarin e komunës, nuk jam para gjyqjet. Ju po folni me jetën e çfarën? Unë e kryva këtë punë. Çështjen e administratorës e kryva. Mos u thesh. Unë kam përgjegjësi për fjalën që jam. Unë smerrem me juve. Unë kam përgjegjësi për fjalën që jep si kryetari i komunës edhe për institucionet trashëgimtare. Përgjegjësi ka duhet. Vazhdoni, urna. Urna zoti ka. U përmend AKR-ja se patëm mjaft bisedojmë. Po i them që detajët e AKR-ja po përgatitet bëndshëm me fitu zgjedhjet kur po i shoh pozitën dhe opozitën këtë rast. Pse? AKR-ja po bën një politikë moderne. Jo, so fushat, dhe futre. AKR-ja po bën një politikë moderne në kuvend. Kjo të intereson ty jeta të tjerëve. Jo, s'po kuptoj çka bëni. Po them tani po e them. AKR-ja përkrah opozitën kur është në pozicion të kapshëm. Dhe e përkrah opozitën gjithmonë kur është në pozicion të kapshëm dhe pozitiv. Unë me opozitën kam shumë. Ju lutem, unë me opozitën kam shumë mbledhjen e parë dhe të dytë kur ka qenë nevoja. Mirë po, nuk e lën një buxhet po votuaj kur është pozita në hap për me zgjedh problemet i procedurës. Zoti Selmani ta dëgjojmë. Si përfaqësuesi i opozitës, do thotë nuk mund të pajtohem me disa konstatime që u thanë se nuk ka opozitë. Unë është të vërtet që jam si përfaqësuesi vetëm i Partisë Drejtësisë që jam antar i asamblesë, po megjithatë të gjitha shqetësimet që u përmendën më herët nga parafolësit, do thotë është një zëri. Është një zëri. Është vështirë, do thotë, që të flitet për disa gjëra që ju i përmend këtu, përderisa ne pas 9 muajve, do thotë, nuk e kemi një raport të detajzuar se çfarë është bërë nga krejt kjo që u tha. Çdo respekt, por përmend që nuk flitet. Mungesa auditorit që të mbrëmshëm, se edhe ashtu ka qenë një konflikt interesit në periudhën legislative të kaluar kur ka qenë i tetës parti edhe auditori. A mund ta shpjegoni këtë konflikt interes? Po ju lutem, nëse nga një parti që është në pushtet edhe auditori është i asaj partie, imagjinoni se çfarë mund të ndodhë aty, të mshefen gjërat, të mshefen shifrat ose të manipulohet thjesht. A ka kjo komuna auditor brendshëm stash? Po u tha që nuk ka. U tha që nuk ka. Pastaj. Pse s'ka? Shpjegojeni pse s'ka? Ta dim publiku i gjamë pse s'ka. Është ekzekutivi sigurisht shumë më përgjegjës që më kompetent t'ja përgjigjen këtë çështje. Pastaj, çështja e familjarizmit, kërcënimet. Ka përgjegjësi në këtë muhabet. Ne kemi kërkuar, domethënë edhe në periudhën e kaluar legislative që të bëhet raporti nga auditori, që ta kemi një qasje shumë më të qartë se cila është gjendja financiare dhe çfarë janë financat. Mirë po, kjo nuk është bërë. Gjithashtu ne kemi ngrit në vazhdimsi. Se tani prej kryetarit, pse nuk ka bërë? Po. Unë kam qenë auditor për 4 vite të Gudi. 6 veta janë pranuar, 6 veta janë pranuar, pse unë jam kryetar, do thotë dhe kryesisht ka ndodhur me strukturën udhëheqëse që ka shkuar dhe është bërë plotësimi tyne. Kam ngritë çështën se komuna e Kastriotit, administrata në komunë do t'i ketë 112 punëtor dhe jo 111. Jo, auditor se s'ka. Dhe nuk ka auditor sepse 92 është numër të përkuzuar, 92 ka marrë, 92 nuk ka mundësi ta familjen e mirë. Mirë, ju ma keni qenë auditor, a e dini rëndësinë e shpenzimit të parave ashtu parave publike si duhet? Po, absolutisht dhe unë jam shumë i bindur kur vjen auditori general, nesër, dhe në rastin e parë jemi interesuar me marrë një auditor intern të mbrëmshëm dhe jam shumë i bindur se çdo gjë do të jetë okay. Aq i bindur jam. Aq jam i kujdesshëm sepse e di rolin, do thotë, e menaxhimit të financave publike se si duhet shkojë edhe centi i fundit. Se harxhoni atëherë atë shumë para sipas këtyre pyetjeve në darka dhe në dreka. I keni 2 iftar, një në Amazon, një tjetër në Sheg, që thonë keni
Keni shumë njerëz njoftar, në fakt Amazoni është vendi që nuk pagun të atim komunës. Ka bërës të atim komunës. Ju lutem, nuk... Se shkoni inkurajoni në vendit që nuk pagun të atim. Nuk shëndron se nuk pagun të atim, nuk shëndron. Amazona, pronari Amazonis me kaftu të kryetari komunës, urnani mere disa njerëz, herë në iftar. Domethënë, donacion edhe kjo. Ju lutem, me shpenzime ti po, donaciona, po dhe me thonë donacionët. Mirë, pronari i Amazones e ka ofru një iftar prej ti. Pronari i VDG-s ka ofru një iftar. Pronari Shegës që unë nuk kam qenë, ka ofru iftar. Ju lutem. Një donacion për faktin që drejtoria e arsimit dhe kulturës se ka një kompjuter. Qysh është e mundur që drejtoresha punon në shtëpi e kemi kast ult komuna Obiliqit e ka testin e maturës me rezultat më të keqin në Kosovë. Si rezultat i kësaj që është tekst shumë i dot dhe sukses tjetër i dot, që është shqetësimi shumë i madh edhe asamblejistëve. Qa keni bo që është i madh? Ju lutem po, që kam bo? Dhe tash kanë qenë justifikimet se kam punu për 5 vite në zanësat tonë dhe personeli arsimor shkollës mesme në kantonje. Ju thash se dasht me marrë me nënshmin, mos kështu se su ka hija as juve as juve. Një shtator olëshun një objekt shkollor, ju lutem, olëshun një objekt shkollor shumë i brekullushëm. Dhe në mund, ju lutem, më jetën, në munges të suksesit në shkollën e mesme, është shpall konkursi për drejtor dhe zëvend drejtor edhe një në shkollë edhe në shkollën tjetër. Si hap i parë, si përgjithësi. Drejtoresha njëherë nuk ka pas pari zyre, është siguru zyrja, kërkesa në pavarësot do të... Shumë mërzitën i u për arsim. Po, qasë mërzitën. Pas kanë asë një zyre. E kam pas zyre, do të gjatë vetën për akomodim të manë. Qështë ka, për shemull, në vend me shku, roga me shku, edhe krejt fondet që janë për reprezentacion, për pije, për darka, me shku në arsim. Aqë pak janë. Po qatë fa janë? Qatë fa janë. Dhe ato që unë i shoh si kryetari komunës të asishme, i qenë darka, e kupton ju, dhe në dreka, delegacionet që unë rezonoj se du t'jepet një drek ose një dark, unë Rezip Kelani sekretar i qenë drek dhe në dark. A një qarta? Jam shumë i përgjeshëm edhe për sen. Është një pytje që komor, është një përshtypje që gjatë periudhë pëse jeni ju kryetari komunës, vizitat e tuaj më shpeshta kanë qenë familjet skamnore apo në për restorane luksoze. A është e vërtet? O, familjet të në gjitha skamnore. Po skamnore dhe restorane që është shkojnë... Jo, në shkojnë bashkë, shkoj aty shkoj. Ju lutem, 14.200 euro për familje skamnore jënë da për 6 mujtë. 14.200 euro. Jënë da, ju lutem, 4.000 kg mil dhe jënë 4.000 kg mil rezerva për familje skamnore. Për bajram... Pa që pople, pa pople, të gazon pople. Tim kemet në dërgu pople. Tregoj në pople sa ka dhanë ti, zoti. Unë tash tregoj ty sa ka dhanë ti. Mirë, apo nuk thyte disa qashtje infrastrukturës që pytin qytetarë. Shpejt e kalojnë në to, se ka shumë, kur do të shtrohet rruga prej shkollës mesme deri në qendër të Obiliqit? Shkolla mesme, është të punu. Grup në gjënësis për gjinazit e bën këtë pytje. Punimet kam fillu në besoj në një 10 ditës dhe të kryer. Kur do të fillojt kanalizimin në 2 rrugë të lagjeve të Stropaclive? Jo. Stropacalive. Nëse projekti kanalizimin Klemetin më të pranë ka mundësi këtë vit, nëse jo nuk e kam projekt fare. Zonja Ashani, ju jeni e re në politikë, kur e sheni gjithë këtë gjyrullti, a ka me të vërtet diçka pse të hymë politikë? Po kjo është e kryesore, do me thonë pse kam hymë politikë, se edhe jam e re, edhe jam gazetare me profesion, mirë po kjo më ka shty, do me thonë mas papunësia, tyne do me thonë që merën vetëm me çështjet veta, me interesat veta, me familjarizëm, nuk kam bo gjë, kam premtu shumë, u po dhe... Qka ka mujtë konkretisht kryetari me bo? Qka diçka që ka mujtë edhe i ka pas... Po që gjëja ma e thjeshtë është që ka mujtë me bo është gjelbrimin, ka mujtë një shumë e vogël, sa ka shku dhe për restoran dhe në për iftare, i ka që njerës të vetë në për iftare, ka mujtë me bo gjelbrimin që e ka premtu. Gjelbrimin. Po më interesan të një 21 delegat dhe të mund drejtora. Sa përqend të punëtorëve në komunë i keni femra? Dikun janë 33-4%, po nuk gabon. 30 fiu, po 35 ka mundësi. Mos janë 40 më. Po ka mundësi të 20. A keni politikë se si të inkurajoni punësimin e femrave në komunë? Dëgjom,
Komuna, kuptojeni një herë, Nuk kemi rezultat për barazi gjinore, ju jo? lutem. Komuna nuk punëson njerëz. Komuna krijon parakushte për punësim të njerëzve. Krijon infrastrukturë për punësim të njerëzve. Krijon parakusht për tërheqje të biznesit në mënyrë që mu zhvillu biznesin dhe mu punësu njerëz. Këtu është intenca e komunës dhe kuptojeni një herë mirë dhe këtë mirë. 92 janë 92 që 7 vite dhe zbon për të 92. Nuk punëson komunë. Ju lutem. Disa po janë familjar t'juj, që të problemi. Asë një familjar se kom, asë një njerë, kelan s'ka. Ju lutem. Ju lutem. Ju lutem, dhe përmeni zot njën hoxha, kam shkoj, hoxhi ishte. Më ka shtetsu, ju lutem, dhe gjajeta. Dhe gjenin pranishëm. 28 hektar pa procedur janë dhanë për 5 pronarë. Dhe ju dhem shumë mos detohet fabrika aty, sepse, më dëgjoni, punohet që 9 vite mbillet grur dhe tërshon për interesa personale. Toka e komunës mbillet që 9 vite dhe tepër e dhimbshme me dhanë tash jeta. Nuk ban as fabrik, barnatore me qelë, me shqit barna nuk ban, se do të marru një WC dhe prish ajri një gërëm. Përveç që jeni t'njohën, fytja e fundit, përveç që jeni t'njohën si komuna ma endotun, për shka kekut, jeni t'njohën për komuna e cila ka pas vetëm 9.2% maturanëve që kanë kalu testin e parë. Kjo është alarmante. Qysh keni me ndresh këtë punë? Unë ndaj hapin e parë në kontakte me ministrin, kështësim që kam bërë me ministrin e me Hoxhaj, do të kemi mendu që në hapin e parë të ndrojnë një herë strukturën udhëheqëse drejtorin dhe zamens drejtorin. Me ngritë përgjegjësinë sa është e mundër. I tërheq veten drejtoresi që kujtoj se është një vajzë shumë ambicioze në punë, dhe tërheq veten do të thotë sa është e mundër ta ngrisin disiplinën para gjithash. Tani nuk ka justifikime të personelit arsimor shkollës mesme se nuk kemi kushte. Kemi kërkuar përgjegjësi në punë. Jo mungesa të arsimtarëve, jo mungesa në nxënësit, që kanë qenë të merë. Dhe këto janë para kushte do thotë të suksesit që sot na mundohet. Do të ngrisën përgjegjësinë sa është e mundur. Në ekstrem do të bëj përpjekjen gjitha nivelet me ngritë përgjegjësinë në veçantë në shkollën e mesme Asantasinë. Këto ishim gjitha për cilat kishim kohë. Kaq personte prej komunës Kastriotit na shkruani në info@jeta.kosov.com deri te ajtën e anshëm, natën e mirë.